Pse të mos I futet politikës edhe këngëtari Lavinot Tahiri? Edhe këtu I urojmë suksese, njëjtë si kurse në muzikë. E tani kalojmë te diçka tjetër. Materialet që do ndjekim në vazhdim na tregon se cilat janë fytyrat tona publike që hyjnë në grupin e metroseksualëve. Mirë para se të ndjekim historien, një sqarim I shkurtër që të mos keq kuptohemi. Fjala metroseksual nënkupton një person metropolitan në dukje jashtë stereotipeve shoqërore. Do thotë një njeri I cili kujdeset jashtëzakonisht shumë për pamjen e tij. E kush janë ata e ndjekim bashk materialin e përgatitur nga kolegu ynë Artan Telako. Janë seksi, elegant e me kujdes të shtuar për veten. Imazhi I tyre është I kuruar deri në detaj. Për shumë kë, ata janë edhe idhuj. Këta meshkuj njihen me një term, metroseksual, që rrjedh nga dy fjalë, metropol dhe heteroseksual. Metroseksuali është mashkulli modern, urban I shekullit 21, I cili ka një sens më të shtuar për estetikën. Një metroseksual tipik është një mashkull I cili kujdeset më shumë për veten, I cili përcjell trendet botërore të modës edhe mundohet t'i aplikojë ato, edhe I cili ka një pasion të madh për shopping, për vlerje, për të kujdesur për trupin e tij në detaje. Shpesh herë termi metroseksual na krijon ide se po flasim për orientime seksuale. Gjykim ky që është I gabuar sepse të jesh metroseksual nuk ka të bëjë asgjë me prirje seksuale të një mashkulli. Metroseksuali nuk ka fare të bëjë me seksualitetin. Metroseksual mund të jetë një homoseksual, një heteroseksual edhe një biseksual. Kjo shihet më shumë si një dashuri ndaj vetes, edhe ndaj dukjes, për kujdesit për veten dhe s'ka fare të bëjë me seksualitetin. Ndërkohë është vetëm nga kremi I termit, po që nuk ka fare të bashkëta. Vendisimi për të kujdesur për veten çdo ditë më shumë po rritet, e kjo varet sidomos te protagonistët publik. Sportistët shqiptar janë ata të cilët e kanë më të lehtë, veçanse fiziku I tyre është gjithmonë në formë. Mirë po doza e metroseksualitetit kuptohet tek ata futbollistë që operojnë jashtë Kosovës. Disa nga sportistët tanë, edhe pse jetojnë në Kosovë, kujdesen për vete. Pëlqen të bëj shopping, normalisht relaksohet një për të bërë shopping dhe në vendin tonë nuk është që mund të kesh zgjedhje asaj. Mirë po bëjmë edhe po që s'mesin kesh edhe këtu. Shoppingu është një element kyç që përmbush një metroseksual, por tek meshkuj shqiptar, jo shpeshherë I shohim duke bërë blerje për veten. Po, kam pas një kohë ndoshta para 7 vite ku kam bërë shumë shopping, ndërsa tani bëj më pak. Shoppingi në fundit që kam bërë është te Venera Mustafa, e kam blerë një bluzë të veçantë që e ka bërë veç një bluzë për mua. Faktor tjetër që përbën një metroseksual është edhe depilimi, që tek futbollistët është e detyrueshme për shkak të lëndimeve dhe masazhave që duhet praktikuar. 90% e futbollistëve jashtë I depilojnë pjesën e këmbëve sidomos, sepse është mirë edhe për muskujt, të cilët marrin ajër më shumë më mirë, edhe zakonisht masazhet që I bojnë janë të shpeshta, sidomos para stërvitjeve. Mirë po të kujdesesh për vete, ka dhe një kostos të lartë prapa. Ata që mirën vetëm me sport në vendin tonë nuk mund t'i përballojnë nëse nuk kanë biznes tjetër. Metroseksualët në Kosovë e kanë këtë pengesë, domethënë aspektin financiar, që e bën më të vështirë me realizu qëllimet e tyre. Kurimi I imazhet deri në detaj akoma nuk është I pranishëm tek meshkujt tonë. Kam pa disa që kujdesen, domethënë që kishin mujt me I çujt ndoshta metroseksual. Po jo dhe qa shumë.
por këta meshkuj që i rrin vetit gati, tek ne akoma paragjykohen nga shoqëria. Mendoj që nuk e bëjnë një si paragjykimi çfarë edhe po mendoni mirë po Ka ende paragjykime, sidomos në vendet e tjera të Kosovës, të cilat nuk mund ta ndjekin trendet botërore, që shmundet Prishtina për shkak se këtu janë përqendruar ma shumë dyqan. Për t'i ikur edhe një herë keq kuptimeve, një metroseksual është një mashkull metropolitan i cili kujdeset për veten jashta stereotipeve.